Gjithçka që u duhet për stinën e verës e gjeni në Megatek dhe nga gama e gjerë e produkteve. Ne sot do të fokusohemi tek pishina që ju keni në shtëpi ose pishina e re që do të blini këtu në Megatek. Do të flasim në detaje për të gjitha produktet që u nevojiten për të kujdesur për pishinën dhe veçanërisht që uji të jetë gjithmonë i pastër dhe i filtruar. Engji, mirë se të gjej, po të kërkoja. Mirë se erdhe, Bruno. Impresionuese gama e pishinave që mund të gjende në Megatek, të formave të ndryshme, të madhësive të ndryshme dhe të organizuara në mënyra të ndryshme. Patjetër. Tani, të gjitha pishinat që ne kemi janë të markës Bestway. Siç e the, ato vinë në forma të ndryshme dhe në përmasa të ndryshme, të cilat mund përshtaten me kërkesat që një klient ka. Pra, ne mund të kemi pishina të cilat kanë edhe thellësi të ndryshme, duke qenë edhe duke i bërë ato pishina edhe familjare, por edhe përshtatshme për fëmijë. Cilat janë përmasat më të mëdha të një pishine që gjendet këtu në Megatek dhe pishina me përmasat më të vogla? Atëherë, ne kemi pishina të cilat shkojnë nga 4.88 metra në 9.88 metra. Wow! Dhe janë pishina të cilat kërkohen shumë, pasi janë edhe pishina profesionale. Pra, i bën këto pishina të jenë përshtatshme, siç e thash, edhe për familjar, por edhe për fëmijët. Ne së pari e kemi të rëndësishme që të zgjedhim një pishinë me përmasat që na përshtatet, me formën që na përshtatet, por nuk e lëm pas as dizajnin. Patjetër, është shumë e rëndësishme edhe veshja që ka një pishinë, pasi e bën atë të jetë edhe estetike. Por jo vetëm kaq, sepse materiali i veshjes i pishinave tregon që ky është një material rezistent. Kryesisht pishinat që ne kemi vijnë me 3 shtresa të ndryshme, gjë e cila e bën atë në momentin kur bëhet nga uji të jetë sa më rezistente dhe mos jenë lehtësisht të çara apo të jenë të dëmtuara. Për shembull, tek materiali i strukturës ne shohim disa këmbëza metalike. Këto këmbëza metalike janë një strukturë shumë e fortë, e cila bën të mundur që mos të gërryhen. Pra, kjo mund të jetë nga faktorë të ndryshëm, që mund të jetë nga uji, pra janë disa faktorë të cilat ndikojnë. Por në rastin e këtyre pishinave janë goxha rezistente. Pra kjo gjë nuk ndodh. Po ashtu materialin veshës. Po të shohim këto pishina duket që kanë një material shumë cilësor, pas është një material PVC i cili është tepër rezistent kundrejt rrezikave të diellit, pra sepse normalisht do të jetë ekspozuar gjithë kohës. Dhe gjithashtu mund të flasim për sistemin e tyre, që është një sistem montimi shumë i thjeshtë. Pra nëpërmjet sistemit seal and lock mundet që të bëhet bashkimi i këtyre tubave anësor dhe ju do të keni një pishinë të montuar për më pak se sa gjysore. Në qoftë se zgjedhim të kemi këtë pishinë, ky është një investim që do të zgjas ndër vite. Jo vetëm për një sezon veror. Jo, nuk do ta përdorni atë vetëm në një sezon të caktuar, do ta keni për vite të tëra. Çfarë unë do të theksoja tjetër te pjesa e pishinave kryesisht të mëdha, është se këto pishina nuk kanë nevojë për shumë aksesorë shtesë të cilat ju do t'i blini. Po ta shohim në paketim, do të kuptojmë se pishina ka një filtr, ka dhe pompën filtruese, ka dhe në këtë rast konkret edhe shkallët, të cilat janë shkallë metalike që bën mundur ngjitjen në pishinë, duke e therrëzuar atë, sidomos më shumë për fëmijët. Patjetër. Por edhe kemi edhe në disa raste mbajtësen e klorit, që është një produkt ekstra, por shumë i domosdoshëm për mirëfunksionimin e pishinës, kur ne flasim edhe më pak më tepër për klorin. Patjetër. Pra në këtë rast, në pishinat e mëdha është paketa e produkteve e përfshirë në të cilat to. janë të domosdoshme. Po për ato ambiente që janë relativisht të vogla dhe nuk mund të vendosim një pishinë të tillë. Cilat janë alternativat që sugjeroni? Patjetër, pa diskutim ne kemi edhe pishina në përmasa më të vogla, por që vijnë edhe më ekonomike për familjarët të cilët kërkojnë një pishinë përshtatshme për ambientin e tyre. I hedhim një sy? Patjetër. Atëherë, siç edhe e tham, në Megatek kemi edhe gamën e pishinave që janë më të vogla. Në përmasa, por janë edhe më ekonomike. Kemi këtë modelin këtu që shkon në 61 cm thellësi, shumë e përshtatshme kjo edhe për fëmijët që kanë edhe më shumë qejf pjesën e notimit. Pastaj kemi edhe pjesën e kësaj pishine që vjen pothuajse në të njëjtin material, por në përmasa pak më të mëdha. Dhe vjen e shoqëruar së bashku me një pompë, e cila e bën këtë edhe më lehtësisht, nuk ke nevojë të shkosh edhe të marrësh produkte të ndryshme sepse i ke të gjitha në një paketim. Mrekulli, edhe që nga e përshtatshme për të gjithë familjen. Edhe ngjyra është shumë e këndshme, jep tamam ato idenë e plazhit. Ne kemi edhe disa pishina të tjera,
siç janë këto pishinat këtu që vinë me një dizajn shumë të veçantë. Aha. Vinë në forma, por edhe në disa ngjyra të ndryshme apo dizajn me lule që i bën ato të jenë edhe më interesante dhe më të këndshme për fëmijët. Po të shohim i kemi edhe këto në përmasa të ndryshme, secila prej tyre ka të përcaktuar moshën e cila mund të përdorë këtë pishinë. Ose duhet pasur parasysh që jo gjithmonë mund të përdorin pishinat të thella për moshat e vogla. E vërtet. Dhe në Megatek ju e keni Siguria së pari. Pa diskutim. Dhe janë pishina shumë komode, siç kemi edhe këtë modelin këtu, që është një pishinë e cila ofron atë mbajtjen e gotave, ka atë pjesën e jashtëve të kokës, që e bën atë të jetë shumë e rehatshme, por në të njëjtën kohë janë me një material shumë cilësor. Bukur shumë, që nga ideale, jo vetëm për fëmijët, por veçanërisht për mamin dhe për babin. Patjetër. Nuk dua që të mos hedhim një sy e të bëjmë një koment për të gjitha komardaret e bukura që gjenden këtu në Megatek. Patjetër. Në plazh, sidomos vajzat kanë shumë dëshirë të kenë edhe këto produktet e tjera siç janë gomardaret. Dhe ne i kemi në disa forma të ndryshme, të cilat i bën ato shumë interesante. Ka një formë shumë të thjeshtë për të fryrë, sepse ne mund të përdorim disa nga pompat që ne kemi edhe në Megatek, mund të jenë pompa manuale, shumë të thjeshta dhe ju mund ta bëni një produkt tuaj në mënyrë shumë të thjeshtë. Është një pompë manuale e cila mund të punohet pra me dorë, ne punojmë me dorë me këtë pompë, por kemi edhe pompën e këmbës, e cila mund ta kryejmë me këmbë. Janë të dyja shumë praktike, klientët i përzgjedhin gjithmonë, sepse bën punën edhe më të thjeshtë. Nëse kemi zgjedhur një nga pishinat ekonomike apo pishinat që ne përmendëm deri tani dhe ato nuk vinë brenda paketës edhe me shkallët, si pishinat e mëdha. Patjetër. Në rastin kur ato nuk kemi të përfshirë në paketim, Megatek i ofron ato si produkte me vete. Enxhi, e kemi pishinën. Tani si të kujdesemi për të? Nuk është e rëndësishme vetëm të kemi një pishinë të mirë. Tjetër. Ne duhet kujdesemi për ujin sidomos. Dhe ne në këtë pjesën këtu kemi të ekspozuar të gjithë elementet të cilat ne duhet të shtojmë tek pishina, pra trajtuesit e ujit. Ky është pH-i minus, dhe në të njëjtën kohë kemi edhe pH-i plus. Po vinë në forma të ndryshme, vinë në formë granulare apo dhe në formë të lëndshme. Përse është e rëndësishme të përdorim pH-in? pH është një nga produktet kryesore, pasi ne duhet të kemi një ujë i cili është i trajtuar kimikisht. Pra një ujë i cili është i pastër dhe në të njëjtën kohë nuk ka mbetje, sepse në momentin kur ne lajmi, sigurisht mund të kemi mbetje nga kremi i diellit që mund të kemi përdorur, apo edhe nga djersa. Dhe ne do të kemi parasysh se niveli optimal i pH-it duhet të jetë nga 7.2 deri në 7.6. Si e konstatojmë, si e bëjmë matjen e nivelit të pastërtisë së ujit? Patjetër. Matjen e pH-it ne e bëjmë nëpërmjet një produkti tjetër i cili është ky këtu. Ky është një produkt specifik të cilin ne e disponojmë dhe tregon se sa është niveli i pH-it. Ka disa fletëza brenda dhe në këto ngjyrat këtu po ti shohësh, tregon edhe një fytyrë. Në momentin kur kjo fytyrë është e mërzitur, do të thotë pra që niveli i pH-it nuk është normal, është më i ulët se sa duhet. Dhe në nivelin optimal kemi një fytyrë të qeshur, që tregon që niveli është ai që duhet. E vendosim në ujë. Ajo merr një ngjyrë të si letër lakmusi. Patjetër, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë se letra e lakmusit. Edhe nxjerrim edhe shohim pastaj sa thjesht është zgjedhur në këtë mënyrë. Një fytyrë e mërzitur, uji nuk është në pH-in e duhur. Një fytyrë e buzëqeshur, jemi në rregull. Patjetër, kjo është edhe ideja. Është shumë e thjeshtë. Pra, ne mund të përdorim një dozë të caktuar dhe jo një dozë shumë të lartë të pH-it. Po çfarë doze? Një dozë e cila do të jetë 100 deri në 200 gram për 10 ml ujë. Pra, kjo është e përcaktuar edhe në paketim. Varësisht edhe pishinës që ne kemi. Normalisht nuk do të bëjmë përzierjen e pH-it shumë shpesh, ajo mund të jetë një herë në javë, pra kur e shohim që uji nuk është në kushtet optimale, sepse siç e tham do të bëjmë matjen e saj. Si përdoret pH-i, ai është një produkt i cili ka nevojë për disa përdorime specifike. Pra, ne do të bëjmë pH-in plus dhe do ta përdorim në pishinë në momentin kur niveli i pH-it është i ulët. Pra, kjo bën që të rritet niveli i pH-it me 0.1. Ndërkohë që pH-i minus ne do të përdorim kur e kemi nivelin e pH-it shumë të lartë. Dhe këtë do ta bëjmë kryesisht gjatë natës, kur nuk ka persona që lahen në pishinë. Dhe bëhet në këtë formë, ne do të hedhim disa nga pikat e pishinës, pra pH-in, varësisht llojit që ne kemi zgjedhur që mund të jetë pra likuid ose në formë granulare, dhe do ta bëjmë këtë në momentin kur pompa e pishinës është në punë. Do ta lejmë për një periudhë mesatare 4 deri në 6 orë, dhe pas 6 orësh ne do të shkojmë të kontrollojmë. Nëse pH-i vazhdon të jetë ende në ato nivele jo optimale, mund të ketë nevojë për shtim të pH-it plus ose të pH-it minus.
Pra është një produkt shumë kryesor dhe shumë specifik që duhet përdoret patjetër për të pasur sigurinë në ujë, sidomos për fëmijët sepse mund të shkaktojë jetëtim të lëkurës dhe acarim. Sa shpesh duhet ndruar uji i pishinës? Në pishinat që janë shumë të mëdha, ne nuk kemi nevojë të bëjmë një ndrim të shpeshtë të ujit. Pra ne mund të lahemi në pishinë, mund ta përdorim rreth 2 ditë, 3 ditë, mund ta përdorim edhe në një javë, por gjithmonë nëse ujin e trajtojmë në mënyrën e duhur. Prandaj ne kemi edhe gjithë të gamë të caktuar të produkteve që ne të mbajmë një ujë dhe mos kemi nevojë ta ndrojmë shumë shpesh, sepse është edhe e bezdishme nga një anë, por edhe e lodhshme, humbet kohë. Dhe në anën tjetër ne kemi edhe produktin e klorit. Dhe ne klorin e kemi në dy forma, si trikloro apo dhe dikloro. Nuk është se kanë shumë diferencë në njëra tjetrën, thjesht janë disa specifikime në formulën e tyre. Pra nëse ne kemi një pishinë që është shumë e madhe, mund të përdorim triklorin sepse ka një formulë e cila është edhe më e fuqishme kundrejt të diklorit. Por për pishinë më të vogla ne rekomandojmë diklorin sepse nuk është një produkt shumë specifik apo edhe për pishina shumë të mëdha. Tani si ta kuptojmë që nuk e kemi tepruar me sasinë e klorit që kemi shtuar në pishinë? Patjetër. Ajo kuptohet sepse secila pishinë vjen në paketimin e saj me përcaktimin e klorit që dëshirojmë, që duhet të përdoret. Tableta që ne kemi këtu, që mund ta shikojmë një nga këto tableta, është një tabletë që ka 200 gram. Dhe një tabletë si kjo do të vendoset në pjesën e një dispenseri ose të një dozuesi. Kjo është një mbajtës i klorit në këtë formë. Ne mund të përdorim gjysmën e kësaj tablete, dhe ta vendosim tek dispenseri edhe kjo do të tretet gjatë natës. Ne thjesht e hedhim këtë brenda në pishinë, ajo e kryen punën e saj, gjatë natës nuk ka persona që lanë atë, e lën gjithë kohës dhe është një proces shumë i shpejtë dhe që nuk ka nevojë që ju të qëndroni aty. Çfarë lehtësimi që janë të gjitha elementet që ta bëjnë shumë të lehtë këtë proces edhe punën e pastrimit të pishinës që nuk e ndjen si diçka që të bezdis apo të ngarkon. Pa diskutim. Por gjithashtu duhet kemi parasysh se ajo nuk duhet hedhur çdo javë, ajo duhet hedhur një herë në 10 ditë për pishinat e mëdha. Në pishinat e vogla edhe më pak. Në produktet e tjera që unë do të përmendje, do të përmend edhe pak algacidin. Po? Shpesh herë ne dëgjojmë për algat. Ato nuk shfaqen vetëm në det, ato shfaqen edhe te pjesa e pishinave. Mund të jenë të kuqe ose të gjelbërta. Është një produkt i cili ka faktor patogjen shumë të dëmshëm, sepse mban disa mikroorganizma, të cilat mund të dëmtojnë lëkurën e personave që lanë në pishinë. Dhe për të parandaluar këtë efekt, ne do të përdorim algacidin. Algacidi hidhet në një dosë të caktuar brenda pishinës, siç e thash, në disa pika të ndryshme të pishinës në mënyrë që ajo të përhapet në mënyrë të njëtrajtshme. Algacidi është një produkt i cili vjen edhe si algacid edhe si algastop. Të dyja këto kanë efekt të njëjtë, por algastopi është për momentin kur këto alga tashmë janë shfaqur. Pra, ju do të bëni parandalimin e algave. Dhe në momentin kur kemi algacidin, ne përdorim kur këto alga janë ekzistuese. Sepse ndodh që ne mund të kemi parë këtë si faktor që po ndodh tek pishina dhe për ta bërë të mundur zhdukjen e tyre përdorim algacidin. E qartë, pra, njëri prej produkteve është për të parandaluar, ndërsa tjetri është për të trajtuar, për ta luftuar nëse algat tashmë i konstatojnë që janë krijuar në pishinë. Në pishinë. Dhe një tjetër produkt është edhe termometri. Ky termometër është shumë i thjeshtë në përdorim. Qëndron në sipërfaqen e ujit, atë matë temperaturën e ujit, sepse ne gjithmonë do të kemi një temperaturë konstante, ndoshta jo shumë të lartë, varësisht asaj që çfarë ne dëshirojmë të kemi, edhe varësisht edhe të personave që lanë, sepse normalisht kur kemi fëmijë duhet të rregullohemi me të kujdesshëm me temperatura. Si e pastrojmë pishinën? Tani, për të mbajtur të pastër një pishinë kemi edhe një kategori tjetër produktesh. Ndër kategoritë kryesore janë të gjitha këto pastrues automatik, të cilët vijnë si në formën e fshesa me korrent, do thoja unë, kanë të njëjtin funksion pothuajse. Interesante, fshes me korrent për fundin e pishinës. Për fundin e pishinës. Është ndërtuar në një formë shumë të thjeshtë, edhe në përdorim shumë të thjeshtë. Mjafton që ta vendosin në fundin e pishinës dhe ajo është automatike, e fillon punën vetë. Në moment që ju e nxilin nga uji, ajo do të fiket vetë. Ka bateri të rikarikueshme që do të thosë nuk është problem, ju nuk do të keni nevojë të ndroni bateritë e saj, nuk do të keni nevojë as për energjinë elektrike, ajo punon vetë dhe fiket vetë. Më thjesht se kaq nuk bëhet. Ndërkohë që ndër të tjera, ne këtu kemi edhe disa pompa. Këto pompa janë specifike varësisht pishinave. Domethënë, si pishina që ne kemi këtu, e tregojnë në imazh se cila është pompa e përshtatshme për pishinën. Po ashtu edhe filtrat, të cilat janë këto filtrat janë 1, 2, pra varësisht se sa është e madhe dhe pompa. Nuk është problem për përzierjen e saj, e tregon vetë pishinat se cilën filtr dëshiron dhe duhet. Tu kemi po ashtu edhe disa fshesa të tjera, por që nuk janë automatike. Po janë fshesa me korrent.
të cilat po ashtu përdoren për pjesën fundore të pishinës. Sepse në pjesën fundore krijon shpeshherë pluhur, krijon pastërti të ndryshme. Kjo është një proces i cili nuk mund të shmanget, por që do ta shmangim vetëm nëpërmjet përdorimit të këtyre fshesave të cilat janë shumë cilësore. Dhe ne kemi vetëm për këtë fshesë nevojën për energjinë elektrike, pse është me korrent, ndryshe nga produkti që treguam pak më përpara. Ndërkohë për pjesën sipërfaqësore të pishinës kemi këtë lloj produkti, i cili është një produkt shumë i lehtë në përdorim. Mjafton të marrë një nga këto shkopa që është këtu. Dhe ti mund të pastrosh pjesën e sipërfaqes, domethënë të pishinës, në pjesën e sipërme, të gjitha mbetjet që mund të kenë rënë edhe nga pjesa mund të jenë ngjithe, mund të jenë pa pastërti ndryshme, e pastron dhe uji bëhet sërish i pastër siç ka qenë. Shumë e rëndësishme kur zgjedhim pishinën e duhur të zgjedhim edhe disa aksesorë të tjerë ekstra, sepse normalisht ka nevojë për mirëmbajtje. Dhe ndër produktet kryesore që ne sugjerojmë gjithmonë është të merret një nënshtresë. Çfarë është nënshtresa? Është një produkt i cili vendoset në fundin e pishinës. Pra përpara se ju të bëni hapjen e pishinës dhe të filloni ndërtimin e saj, montimin e saj, duhet të vendosim një nënshtresë, e cila bën të mundur që pishina të mos jetë në kontakt të drejt për drejt në hapësirën ku ju do e vendosni, pasi mund të ketë mbetje të ndryshme. Pavarësisht se ne themi ka 3 shtresa, nëse ne nuk kujdesemi që sipërfaqja të jetë e pastër dhe ashtu siç duhet, mund të ketë mjete të mprehta të cilat mund shkaktojnë ngrisjen e veshjes së pishinës. E qartë, dhe ndikojmë në jetëgjatësinë e saj. Patjetër. Dhe marrim këtë produkt. Është në forma të ndryshme, në masi të ndryshme, sipas pishinës. Pastaj, ndër të tjera kemi edhe mbishtresën. Njësoj si në nënshtresa, ne do të kemi një mbishtresë që bën të mundur mos të ketë pra në sipërfaqen e ujit mbetje të ndryshme. Dhe kjo e mbron pishinën gjatë kohës kur ju nuk do ta përdorni atë. E hidhni sipër dhe me kaq mbyllni punën tuaj. Mrekulli, po shoh kaq shumë aksesorë të cilët i vendosim në pishinë dhe këto që kanë pishina me hidromasazh. Keni të tilla në Megatek? Po, dhe në Megatek na ofrojmë edhe këtë produkt i cili është edhe më profesional, siç janë këto këtu, vinë në forma dhe dizajne të ndryshme, me një material veshës shumë cilësor, të cilat mund të përforojnë si familjarët, por edhe bizneset të ndryshme. Pra ju mund të përdorni atë në ambientet e jashtme dhe të kaloni një pasdite shumë të këndshme, pa diskutim. Që kanë ideale. Është një zgjedhje shumë e mirë. Dhe për ata që duan aksesorë edhe më komod për ta bërë këtë pasdite edhe më të këndshme, ne përdorim këto aksesorë që është një tabaka, mund të përdorim këto jastek ergonomik të cilat shërbejnë për mbështetjen e qafës, që ju të keni edhe komoditet, pra dhe të relaksoni siç duhet në pishinën tuaj. Është më e përshtatshme për pishinën me hidromasazh do e sugjeroja unë. E pra, gjithçka për stinën e verës e gjeni këtu në Megatek. Dhe ne sot folëm vetëm për një element, për pishinën. Do takojmë javën e ardhshme me të njëjtën dëshirë për të ndarë informacione, për të folur për çadrat, për shezllonet, e sa artikuj të tjerë. Patjetër, do të shfrytëzojmë të gjithë sezonën e plazhit për të prezantuar këto produkte shumë cilësore, të cilat ne i kemi në Megatek. Faleminderit që i sillni pranesh, faleminderit që i sillni në Shqipëri. Faleminderit juve. Megatek na solli atmosferën e pishinave, të verës, të stinës tonë të preferuar, për të cilën po bëhemi gati nga pak çdo ditë. Jemi në fund të takimit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që zgjodhët të Living Room në Vision Plus dhe ju lë takim nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim!